do të bënit nëse pas 3 muajsh do zgjoheshit me 100.000 euro në llogarinë tuaj bankare? Ja, po ne zgjohemi mas 3 muajsh o Kostian, po dhe po u zgjuam, s'do zgjohemi me 100, po me 85.000 se 15% janë taksat e shtetit. E vërtet është ajo taksa e TVSH-s Radio Televizionit Publik Shqiptar. E vërtet, s'ka faleni Vasilja, s'ka cilën. Por gjithsesi, nisur nga fituesja në fuqi e Big Brother VIP Albania, Selim Bollati, ajo ka marrë me vete çekun prej 85.000 euro, dakor, 85.000 euro. Por ekzistojnë disa teori konspirative që thonë që këta fitues nuk I marrin realisht këto lek. Jo, vërtet, Alfred Cako e ka thënë këto? Jo, Alfred Cako thotë që toka është e sheshtë dhe hënat janë sahate. Nuk e di, nuk e ka thënë Alfred Cako, por gjithsesi Egla Ceno, jo shumë larg Alfred Cakos, ka thënë që ende nuk e kishte marrë çmimin e madh aso kohë. Pra u kaluan disa muaj dhe Egla nuk e ka marrë. Ua, sa Ta nuk e di se çka ka bërë. Ajo si ishte as te filmi Zebervoki që shiti 70.000 bileta. Por e vërtet se Zebervoki ai shumë sa ka shitur I mbajti me bukë gjithta këto. Thirrje për Zebervoki në filmin e radhës të lutem me Egla Ceno. Ose Monika Kuremadit kur të bëja atë filmin e dytë. Gjithsesi, unë them të hedhim një sy çka ka ndodhur lart e poshtë. Kam një lajm për ty Kostian. Gjekush është moderatori më I mirë shqiptar në gjithë historinë e televizioneve. Përveç meje? Po, Nuk e di. Ledion Liço. Okej, po kush e tha? Gjese kush e ka thënë? Po nuk e di, dikush që ndoshta ka shumë vite në televizion që moderator. Vite ka, po s'është moderator. Po kush është pra? Julian Deda. Po çto Jul Deda nga fiksit vlerësoj Ledionin në Big Brother? Po nuk e diti që ai është aktor? Nuk më dalin llogarit. Ma thirr pak atë Eni Vasili dhe I herë ndoshta ka RTS. Unë e di që këtu RTS ka gisht. Gjithsesi nuk di Nuk ka gisht RTS, po Juli bën opinione në TikTok për Big Brotherin, është aktor, është e fiksi dhe flet për çdo gjë. Madje kam dëgjuar që ai së shpejti do hapi një show duke dhënë çmime për njerëzit e estradës tonë. Qartë. Nuk e di me çfarë tagri vlerëson Jul Deda moderator, por gjithsesi Ledioni mbetet një moderator shumë I mirë, por Juli duhet të shkëpusi çdo lidhje që ka me Big Brotherin. Jul Deda, të lutem zgjohu, je moderator të fiksi, je aktor. Kur ka qenë një film që Jul Deda ka luajtur së fundmi? Nëse unë po pres Juli nesër të postoj në Instagram që boti më I suksesshëm I gjithë akorave është Kostian Gjerazi. Edhe kjo është pak po e sigurt. Kjo është pak po e sigurt. Çka ke gjithë tundesh o burr? I gjekë po imitoj. Ke në vibrator? Jo, nuk kam vibrator, sot jo. Po imitoj? Gjekë po imitoj. Në një motor që me zin dizet? Jo. Ua, po imiton atë gocën që qau për atë çune? Po Vanesa e shkret u fut e ferma për të marrë çik famë si këngëtare, la të dashurin. Tani e la dhe ky për cilin la të dashurin. Gjyna, me shumë mundësi Arbana do të jetë shumë e pezmatuar për ta. E pezmatuar jo, po gjithsesi kur pa lotët e saj, e di si lotët e saj Fatos? Si? Prit. Pas ke pas mikrofonin më gënjeve. Po thash sot jo, Fatos. Lotët lotët për ty Gjithsesi e hedhim këtë se e fusim të rroga. Klikimet vuj. E kupton ti do me thënë çfarë po ndodh dhe shkreta I ka dali gjithë ferme, I ka dalë prej hundësh. Por do ti të them një lajm? Na thuaj një lajm mirë tani. Po do ta them një lajm të mirë, do ta them patjetër. E di ti që Hati mund të ketë nisur një romancë të re? Ua sa që. Në Lake di Como. Ishte në një vark. Kur apo bënë një nga ato reklamat e saj me orat me bijute shtrenjta dhe disa orë më pas ish fituesi I Ferma Vip 1 Dionis Biba. Tha se ishte Big Basta apo Jo, nuk ishte dyshin? Ja, ishte dyshtaj. Big Basta është I martuar. Sorry. Gjithsesi, fituesi I Ferma Vip 1 Dionis Biba ka postuar një foto I cili duket që është dhe ai në Lake di Como. Mos kanë darë thjesht qeran e varkës o burr. Kjo ishte një nga teoritë e mia. Po tani, se Ferma Vip njihet që ai jep lekët. Tani mos varet ka kursyer. Po thua që e fitoi me lek? Nuk e di. Po thua që e ka fituar zemrën e Hatit me lek? Se di unë tjetër. Nuk e di. Gjithsesi ata kanë dalë, nuk janë shpallur ende si një çift, nëse janë çift, por lajme dhe fotot kanë dalë. Dhe ti e di që ne s'na shpëtojnë gjë. S'na shpëton, po ne prapë vërtetojmë këtë gjë. Jo, patjetër, ne nuk e dim nëse ata janë të lidhur apo jo, se ndoshta në fund të ditës po ndajnë dhe lekët e varkës. In this economy, më vjen keq, të lutem shumë. Edhe ty kam parë njerëz në urban me një njeri tjetër, por nuk kam bërë çift për shembull. Pikërisht, unë thjesht kam darë biletën 400 lekëshin.
Gjithsesi fatose rritur dhe nafta, po lërë mos i Po, mos e pyet, po, e diskutojmë episodin tjetër këtë. Ne që ndiqni stertin e tini çfarë duhet bëni. Ja, pra shikon çfarë zbëhen nëpër portale, jo lidh ky me këtë, jo nda ky me këtë. Po sepse nuk janë gazetarë të mirëfillt, prandaj ndodh kjo. Me i tek foto Instagrami, me një unfollow, lidhen njerëzit do zgjidhen. I dani, martun, i divorcun, të gjitha i bën. Por ne do të shihemi sërish në episodin e ardhshëm ditën e premte në orën 8. Patos. Danja, shumë faleminderit. Shumë faleminderit Danja. Uroj të jesh kënaqur dhe ti, se na ka dalë nami se bëjmë shumë kështu pyetje ngacmuese, ti si u ndjeve? Jo, unë prandaj erdha, se e mendova një intervistë ndryshe nga të tjerat. Shumë faleminderit. Fluturoj koha. Faleminderit ju. Në të ardhmen, bashkë që ta misi, të premten tjetër. Pafshim! Ándale.